Radio Pendimi, edicioni I lajmeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, po takohemi në edicionin qendror të lajmeve në Radio Pendim të orës 16. Ndër të tjera në këtë edicion lajmesh do të ndëgjoni. Edhe një fitore për shërimtarët. Për kosovarët viza e Schengenit nuk vlen në Kroaci. Yemen, përleshje vdekje prurëse në përvjetorin e krijngritjes. Për kosovarët viza e Schengenit nuk vlen në Kroaci. Shtetasit kosovar që kanë vizën Schengen prej fillimit të këtij muaji nuk mund të kalojnë nëpër Kroaci as si udhëtar tranzit pa e pasur vizën kroate. Zbatimin e këtij qëndrimi të autoriteteve kroate për gazetën shqiptare e kanë konfirmuar disa udhëtar kosovar, që të hënën nuk ishin lejuar të kalonin si udhëtar tranzit nëpër Kroaci. Ndonse në pasaportet e tyre kishin viza të vlefshme Schengen, ndërkohë mediat e kanë konfirmuar lajmin edhe nga bërimi zyrtare kroate. Deri më tash, shtetacit me viza Schengen kanë mundur të udhëtonin lirshëm nëpër territorin kroat, kurse tash e tutje, ata duhet të pajisen me viza kroate. Autoritetet kroate në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian, me sa duket, kanë ashpërsuar regjimin e vizave dhe ndaj vendeve të tjera. Me këtë ritëm, Kosova larg heqjes së vizave. Optimizmi I zyrtarëve të qeverisë së Kosovës për arritje të shpejtë të liberalizimit të vizave I shprehur para një viti ku në Kosovë ishte dorëzuar udhërfyesi, duket se është zhvenditur tash kur Komisioni Evropian ka nxjerrë raportin e tij të parë për përparimin e Kosovës në përmbushjen e kërkesave nga udhërfyesi për liberalizimin e vizave. Përderisa para një viti nga kryeministri deri te ministrat e qeverisë garantonin se Kosova në afat rekord do t'i përmbush gjitha obligimet, madje duke përmendur edhe fundin e vitit 2012 si afat të heqjes së vizave, tashmë nuk dëgjohen premtimet e tilla. Në Bruksel shpresojnë që edhe liderët kosovar të kenë kuptuar se procesi I përmbushjes së obligimeve për liberalizim vizash në rastin e Kosovës është I gjatë dhe I komplikuar dhe se nuk do të ndodhë shpejt. Prandaj shpresojnë se tash e tutje liderët kosovar nuk do të licitojnë më me data, sepse kjo mund të shndërrohet në zhgënjim tek qytetarët. Turqi, Erdogan, platformë gjerë në vitin 2071. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se partia e tij ka vendosur një platformë e cila shtrihet gjerë në vitin 2071. Gjatë një deklarate të bërë në qytetin Kayseri, Erdogan u shpreh se ne kemi vendosur qëllime të mëdha për të realizuar gjë në vitin 2023, vit I 100 vjetorit të themelimit të Republikës Turke. Ne ecim me hapa të sigurt drejt përmbushjes së këtyre qëllimeve, edhe nëse ne nuk I shohim këto objektive të realizuar, ato do I shërbejnë brezave të ardhshëm. Për një faqe të re historike, ne kemi vendosur dhe një platformë që shtrihet gjë në vitin 2071. Në dash Zoti, stërnipërit tanë do të shërbejnë këtë krejt të ndryshme në vitin 2071. Në nga ana tjetër, Erdogan ka vajtur për të vizituar në spital generalin e pension Argon Saigon, I cili është dënuar 18 vjet të burg pasi ka qenë përfshirë në çështjen Çekiçi. Ai I u nështrua një operacioni të vështirë që zgjati 8 orë e 30 minuta. Kryeministri me gjithë divergjencat mes tyre I telefonoi gjë e cila e befasoi ish generalin dhe të bijën. Jo vetëm kaq, por një ditë më vonë, kryeministri Erdogan vajti dhe I vizitoi në spital. Kur e pa kryeministrin në dhomë, ish generali I tha, po e lodh veten dhe faleminderoi për vizitën. Siri, edhe një fitore për shërimtarët. Shërimtarët kanë kapur një bazë ushtarake ajrore në veri të vendit dhe kjo është fitoria e tyre e dytë që nga dita e djeshme. Observatori sirian për të drejtat e njeriut thot se shërimtarët morin kontrollën e bazës ajrore Al Yara në provincën veriore të Alepos. Ngjarja ka ndodhur sot në mëngjes. Aktivistët thonë se pas disa ditësh përleshje në aeroport, luftëtarët e opozitës nisën një operacion për të vënë në kontroll bazën ajrore Al Yara dhe kishin pushtuar objektin në mëngjesin e së martës. Sekuestrimi I aeroportit vjen një ditë pasi qëllimtarët kanë vënë në kontroll pjesën më të madhe të vendit. Këto janë dy nga fitoret më të mëdha të tyre që kur lufta filloi 2 vjet më parë. Asadi nuk heq dorë nga parimet e tij. Presidenti I Siris Bashar al-Assad ka thonë se nuk do të heqë dorë nga parimet e tij me gjithë presionet dhe komplotet, raporton Agjencia Zyrtare e Lajmeve në Siri Sana.
Siria do të mbetet në qendër të botës arabe dhe nuk do të heqë dorë nga parimet e saj, edhe pse i është nënshtruar presionit shtesë dhe është bërë shënjesër e komploteve të ndryshme, i ka thënë Asad një delegacioni nga Jordania. Kreu i opozitës Ahmet Moazal Hatib ka thënë sot se nuk ka marrë ende asnjë përgjigje nga regjimi i Asadit për propozimin e tij për negociata. Hatib ka thënë se është i gatshëm për bisedime direkte me përfaqësuesit e regjimit, të cilët nuk i kanë duart e përgjakura. Yemen, përleshje vdekjeprurëse në përvjetorin e krijngritjes. Zyrtarët e sigurisë në Yemen thonë se 2 persona u vranë dhe 10 u plagosën në përleshjet midis grupeve muslimane dhe atyre separatiste në jug të Yemenit, përderisa 10 mijëra persona protestuan në kryeqytet për të shënuar përvjetorin e 2 të krijngritjes së vendit. Anëtarët e Partisë Islamike Isla bënë thirrje për drejtësi duke shënuar fillimin e krijngritjes që rrezoi një kohë të gjatë autokratin Ali Abdullah Saleh. Zyrtarët e sigurisë thonë grupet separatiste që luan me municion duke vrarë një vëzhgues dhe një 25 vjeçar. Një gazetar në vendngjarje thot se zyrtarët e sigurisë që luan edhe në ajër për të shpërndarë turmën. Protestuesit në mbar vendit dolën në rrugë për të kërkuar që Ali Abdullah Saleh të gjykohet për vrasjen e protestuesve gjatë krijngritjes kundër sundimit të tij. Në Myanmar, vazhdon sulmi i budistëve kundër muslimanëve. Një grup budistësh në shtetit Arakan të Myanmarit kanë sulmuar një vajzë muslimane duke vrarë atë dhe familjen e saj. Në një njoftim të agjensisë Mafkerat Islam, sulmet e budistëve kundër muslimanëve në Myanmar bëhen me mbështetjen e ushtrisë dhe forcave të rendit. Ngjarja ka ndodhur në rajonin Kaderbil, ku përveç vajzës muslimane kanë gjetur vdekjen edhe 5 anëtarët e familjes së saj. Ditën e shtunë forcat e rendit të Myanmarit, gjatë kontrolleve të zhvilluara në veri të qytetit Mangoda, në akuza false se gjoja kanë djegur shtëpitë e budistëve, kanë arrestuar 50 persona. Muslimanët në Myanmar dhe kryesisht ata të shtetit Rakhine, që prej qershorit të vitit 2012 përballen me akte të dhunshme dhe reprezalje nga ana e ekstremistëve budist dhe forcave të rendit. Parashikimi i motit. Të nderuar dëgjues, sipas meteorologëve, kuani në Prishtinë është vranësira me temperatura 6 gradë Celsius, Tirana vranësira dhe diell 14 gradë Celsius, ndërsa Shkupi ka 7 gradë Celsius. Ishte kjo atë përgatitur për edicionin e lajmeve të orës 16. Deri takimit tonë të radhës, mirëmbëjtje. Dëgjoni, radio pendim, radio e cila u aqetson zem.